E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë analizat dhe për të komentuar mbi ngjarjet më të fundit në fakt që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Marrëdhënia e krisur mes Brikenës edhe Selin. Apo tenton Selin që për inatet që ka me Brikenën t'i shkatroj marrëdhënien Brikenës duke marrur vëmendjen e Mateos. Tani, Mateo së fundmi tregon një vëmendje jashtëzakonisht të lartë tek Selin. Do me thënë qëndron me të, ndan kohë me të, nuk është i fokusuar fare te Brikena, pa marrë parasysh që hyri motra e Mateos në shtëpinë e Big Brotherit, mendova që Mateo do të merr një mesazh dhe do të ndryshon bindjen dhe do të uli natin e tij dhe do shkoj të lutet, apo jo të lutet, por në një farë mënyre të shkoj të sqarohet me Brikenën. Por, si që duket, Mateo ka një bindje të fortë që nuk lëshon pe në këtë rrugë me se zbën. Tani, gjatë ditës së sotme, po shikoja në mënyrë të detajuar, Mateo po rinte i vetëm në për verand, Mateo po rinte i vetëm në dhomë. Brikena shkonte në për vendet ku është Mateo që nëpërmjet lëvizjeve të saj, ndonjëherë edhe trupi flet, gjua e trupit, Brikena dëshironte t'i thotë Mateos që hajde, urdhëro që ne të dy të flasim. Por çuditërisht në këtë mes, do me thënë dhe Brikena mbani natin e saj, që realisht një femrës nuk i shkon, sepse në fund të ditës mund të më thoni juve Tiron ti nuk je feminist, por në fund të ditës femra duhet pak të lëshoj pe në qoftë se dëshiron që ta mbaj marrëdhënien, nuk shkon një marrëdhënie me inate, ndërsa Mateo po mbajnë qëndrime të forta dhe në këtë mes Selina shkon herë te Mateo, herë te Shëndriti, por ruan këto raporte duke prishur krejtësisht raportin me Brikenën. Tani, Selin, për mendimin tim, nuk është duke përdorur historikun e Mateos kundër drejt Brikenës. Ajo nuk e ka fare në ndjenjë dhe në emocion Mateo. Do me thënë, Selina është duke bërë tashni disa analiza në kokën e saj, përse do me thënë mua nuk më vjen asnjë lloj mesazh nga Gimbo çfarë po ndodh me marrëdhënien tonë, sepse ne jemi mësuar që kur banorët kanë dalur jashtë shtëpisë së Big Brotherit, supozom Casey dërgonte drona, bënte dhurata dhe Selin priste në një pikë të lojës një dron nga Gimbo. Do me thënë në lojën e mosreagimeve priste Gimbon brenda në shtëpi që nuk i dihet edhe mund të hyjë sepse ka dhe një ditë kohë. Por Selin nuk e ka në epiqendër Mateon për të shkatruar marrëdhënien. Unë mendoj që Mateo është ai që i ngjitet më së shumti Selin, sepse fillimisht një herë shikon ndoshta më të fuqishme në shtëpi. Mateo tani është shumë i fokusuar te loja dhe do me patjetër që ta fiton këtë lojën dhe nuk është i fokusuar më tek marrëdhënia me Brikenën dhe tek dashuria me Brikenën. Por nuk do të thotë kjo që Mateo ka një lloj pëlqimi, ka një lloj ndjesie kundër drejt Selinës apo edhe Selina anasjelltash. Tani Selina është pak, do me thënë në kuptimin e mirë të fjalës, është pak shushunj. Unë mendoj që Selina është duke e përdor situatën në favorin e saj, e shikon që Brikena ka rënë në kuptimin e forcës, e shikon që Brikena do me thënë është ulë si banore, dhe Selina tani mundohet që të përdor këtë qetësinë e saj dhe me qetësi të merr fokusin e Mateos dhe të jetë kryefjala në marrëdhënien e tyre, të jetë kryefjala në shtëpi dhe të gjithë banorët të rrethohen rreth saj. Dhe realisht me këto lëvizje, Selina dhe le të them Mateo, por më shumë ti Selina, është kryefjalë e Big Brotherit. Unë mendoj që Selina është duke e përdor pak këtë marrëdhënien.